Qyteti i Ferizajt po e ruan epitetin e qytetit të handbollit, por jo në saj të meshkujve, por fal punës e ekipit të femrave Kastrioti. Derisa Juventusi e Barcelona synojnë të gjitha kupat në vendet e tyre, ekipi i handbollit të femrave Kastrioti të Ferizajt arriti të rëmbej të gjithë titujt e mundshëm në Kosovë. Ato mbrëm u shpallën kampione për herë të dytë, derisa e morën kupën e Kosovës, me që kohë më parë e patën fituar edhe kampionatin e vendit. Kastriotet e Ferizajt mbrëm poshtë në Prishtinasit me 3 gola e përsi, gjë që sipas kryetarit të klubit ka qenë edhe e pritur, e kjo fal kryetrajnerit dhe handbollisteve që treguan cilësitë e tyre të aseve. Po, që me thonë prej fillimit të ditë që sigurisht kemi fitu titujt, edhe pse topi gjithmonë është rumullak dhe ka mujtë me ndodhë që s'ka, po me që ata me punën që është boha dhe me angazhimin e trenerit, lejtareve, edhe fitoria ke erdhin ashtu që është dashtë me ardhë sot e jo për nga lënë të shtunën në Ferizaj. Me këtë ras du të falenderoj edhe trenerin edhe lejtarët për angazhimin e tyre edhe për lojën që kanë tregu, edhe disiplinën që kanë tregu gjatë tonë kampionatit. Por në falenderim kam edhe të posaçëm për kryetorin tonë komunës të Ferizajit, zotin Marën Sfarqa, për ndihmën që na ka bërë edhe ato në momentet e duhur. Ndërsa trajneri i klubit tha se përveç titujve të vendit, klubi synon që në të ardhmen të rëmbej edhe tituj ndërkombëtar, sepse lojtareve nuk u mungon përkushtimi dhe talenti. U dëshmum që në ekipa më e mirë në Kosovë, të arritu me punë edhe me një përkushtim shumë të madh, sidomos të kryesisë dhe kuvendit komunal. Faktikisht e përmbyllëm këtë cikël pas një humbje. Me këtë dëshmuam se ekipi jonë është duke morën. Më shpresoj që në arenën ndërkombëtare me ca përforcime të tregojmë veten dhe të përfaqësojmë Kosovën në mënyrë sa më të denjtë. E në emër të më të fortave të handbollit femëror, Ferizajt ia uroi fitoren Bellima Beba, e cila tha se nuk ka qenë luftë e lehtë, por përvoja e bëri të veten që kupa mos të rrshqas nga duart e tyre. Faleminderit unë po ashtu ja uroj këtë tituj edhe krejt Ferizajt. Se kemi pas bashkëlesë, se Prishtina i ka lojtare të reja, por janë lojtare mjaft luftarake. Por ne, falë asaj që jemi disa lojtare me ma tepër përvojë, arritëm që të fitojmë titullin edhe kupon edhe këtë edicion. Edhe pse loja e parë për kampionatin në Ferizaj ishte pak më e dobët, por këtu në Prishtinë u zhvillu një ndeshje mirë, edhe për sy të publikut u duke edhe më mirë, kështu që besoj që me merite kemi fitu edhe këtë kampionat. Arenën ndërkombëtare është me të vërtet pak vështirë, sepse e dim ku është handbolli i Kosovës edhe atyre të jashtit. Po besojnë që se investohet pak më tepër në handboll nuk dihet, pse jo, mund edhe në Evropë të arrijmë sukses. Vlen të theksohet se përveç që si vjet handbollistet ferizajse fituan 2 titujt më të rëndësishëm të vendit, ato që 3 vjet rresht ja sjellin kupën e Kosovës komunës son.